Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit që kanë të bëjnë për Lelën dhe Leon, dy personazhe të cilët i kanë dhënë një vizion të paparë dhe i kanë dhënë një shikueshmëri të madhe Big Brother VIP Kosovës, por edhe jashtë saj. Ne mendonim që ky çifti do të zgjaste dashurinë, ne mendonim që ky çifti do të vazhdonte ditët e bukura të jetës së tyre, do të përfundonte në altarin e martesës, do të përfundonte në altarin e dashurisë. Por siç duket gjërat kanë ndryshuar, siç duket raportet janë ftohur dhe Lela ka marrur tashmë një vendim përfundimtar. Pas të gjitha hamendësimeve, haludimeve, thashethemeve që u përfolën lart dhe poshtë për Lelën dhe Leon, Lela ka marrur një vendim të prerë dhe vendimi i Lelës është ky, që nga dita kur historia ime u pa në dritë, u gjikua më shumë se sa u kuptua. U komentua çdo gjest, çdo fjalë, çdo heshtje imja sikur të isha një personazh dhe jo një njeri. Por unë kam mësuar që s'ke nevojë të shpjegosh asgjë për të mbrojtur të vërtetën tënde, nuk kam as nevojë ta fsheh, as të justifikohem. Kush ka qenë pranë me zemër, e di mirë çfarë e kam dhënë. Unë sot nuk jam as viktim as histori e dikujt tjetër, jam thjesht unë, dua të ecë përpara me qetësi, me dinjitet dhe me projektet që më presin, sepse çdo fund që vjen është fillimi i një jete më të mirë edhe të vërtet. Do me thënë, Lela marrëdhënien me Leon e qua një fund, e qua një përfundim të dashurisë së tyre. Lela nuk ka dhënë shkaqe pse ka përfunduar kjo lidhje. Leo siç duket e ka përjetuar pak më rënd, sepse ditë më parë nëpër media thuheshte që Leo ka qenë i rënduar pak nga gripi, ka qenë i smur me grip, por siç duket e ka përjetuar keq dashurinë apo ndarjen me Lelën. Mua më vjen shumë keq sepse unë historikisht kam qenë pro dashurive, historikisht kam qenë pro shpirtit, pro zemrës, por kjo gjë do me thënë ka ndikuar tashmë tek Leo. Shpresojmë që edhe Leo të del me ndonjë deklaratë. Ky ishte reagimi i Lelës, dua të marr mendimin tuaj.